ku me ditë utba sa të arrestonte e torturonte, nuk ishte asnjë shmangje dhe tërheqje nga misioni dhe idealet tona. Sa ishte vështirë të mbaj aktiviteti konspirativ nën presionin e shtetit Jugoslav, duke pas parasysh fuqinë që e ka pas, po edhe këtë që po e thoni ju, zotëri Ali Ahmeti, që Utba ka dashur me u tregu e fortë e madhe pikërisht duke e bërë një lloj strategjie që të mos e mbledh komplet grupin që të arrestoj, po her pas here, një grup njëherë dhe duke përdorur metoda të ndryshme. Tani nuk e di sa kemi qenë të rima, po frikacak nuk kemi qenë. Ja, ku me ditë Utba sa të arrestonte e torturonte, nuk ishte asnjë shmangje dhe tërheqje nga misioni dhe idealet tona. S'ka patur. Pikë. Në vitin 1984, një korrik, ju u larguat dhe shkuat në Zvicër. Qysh u bë që ju të ndaheshit po të ndahet roli për organizim? Cili ishte roli juaj si azilant politik në kuadër televizis? Tani, arratisja ime, pasi kalova në Zvicër, si që theksova më lartë, unë kam patur dajen në Perëndim, që mbanim kontaktet dhe furnizim me literaturë. Daja kishte kontakt me të arrathisurit para meje, si Emrush Gjemali, Mustaf Gjemali dhe shok të tjerë, ku gravitonin të gjithë bashkë, Hasan Mala, Saime Jusufi, Kadri Abdullahu, Gjafer Shatri. Por në këtë periudhë kishte patur një ndarje, një përplasje në mes televizjes. Do thotë Gjafer Shatri me Sabri Novosellon, ku filluan të dalin dy organe televizjes atëhershme, Zëri i Kosovës me të njëjtin emër, njëra me adresë në Suedi, tjetra me adresë në Bjelbjene në Zvicër. Dhe direktiva nga brenda ishte që ne të mos bëhemi pjesë e këtyre përplasjeve, sepse dita ditës zërat po ashpërsoheshin me akuza, me kundër akuza. Kështu që ne si grupi më të rivet që ishëm, do thotë u vlerësua që të mos jemi pjesë e këtij përplasje. Dhe sigurisht që ne na interesonte që të kemi një udhëheqje unike, gjë që nuk e gjetëm nga brenda,